Cili mund të jetë profesioni më i mirë që ne sot të bëjmë lek? Çfarë punë duhet të bëjmë që të fitojmë lek? Çfarë duhet të bëjmë ne? Në radhë parë të jemi politikan, kryeministra ose... Se këta bëjnë lek? Po. Po radhë dytë? Ata dytë dhe? Gjithë vendi një kryeministër ka. Edhe ata që shërbejnë kryeministrit. Do t'jemi si ata që shërbejnë kryeministrit që të bëjmë lek? Po, edhe si Sali Berisha, që vëmot gamë ndeja, bën paraj, këtë zderi. Sot kemi protest. Ai po del protest për na mbrojtur ne. I del, po më pyet mua ti pa, që e di që po tjetë për mua Sali unë, nëse do kishte drejtësi në këtë vend ai duhet të ishte në burg. Mund ta jepni pa frikë, me emrin me mbrojtje them. Doni t'ua them emrin? Perikli Kristo. Më quajnë, kam punuar në Ardenisën 18, një vend burim nafte, është e mirë ata jepni publikisht. Flasë shqeto fare. Që tani, po të ishëm në punë, po të mos që sabotuar në Saliu që quajti pusi e Enverit, se nafta nuk është e Enverit në Shqipëri, është e popullit. Ky pus do t'jepte 10 milion euro, e sa prapa, 10 milion e 120.000 euro, se në total 10 milion e 120.000. Në vit? Në muaj. Në muaj? Po. Po breti kam këtu dokumentat me spakun, edhe nuk marsalla se e merë do të drejten në qoftë se Saliu i përfshirë në atë. Ju po kërkoni ta merrni atë pusin? Unë s'dua ta marr popullin, jo unë. Ti ke shkuar në SPAK? Po, mor, i kam dokumentat këtu. Për këtë pus, që të dalë, të dënohet ai që e ka mbyllur, edhe pusit të vej ta marr populli. Unë tha se po luftoj për ta marrë për vete pusin. Po jo, ideologjia e di cila është dashuria për popullin. Dashuria për popullin? Po, e them me shpirt këtë. A ka sot dashuri për popullin? Nuk ka. Pse ka humbur këtë dashuri? Mund të jem i veçantë, ti do thuash po e ngre shumë veten, i veçantë. Ama më po luftoj, edhe tani do veten në Lundër, që u lafosëm duke bashkë ishim, apo i tjetri. Çfarë do bësh në Lundër? Në Lundër do vetë të marrë një dokument që kam qenë operatori gazokartazh në atë pus, që ta justifikoj komplet. Në çfarë vendi është ky pusi? Ardenisë të Fierit. Ardenisë të Fierit. Po. Sa vite keni punuar ju aty? Unë kam punuar 3 vjet atje. Edhe një herë, cila është anafilla që ky pus është mbyllur dhe çka kërkon ti? Pusi është mbyllur vetëm për kapriço. Është mbyllur, është krim i mirë politik në Shqipëri. Në dash po të keni zemër jepeni kështu si të mu. Cili është kapriço që ka mbyllur këtu? Ato e ka mbyllur se populli nuk do naftë. Nuk donin që ata të kishin naftë, do me thënë pusi e Enverit jepte naftë, se ishte e Enverit. I them me baza këto jo, se derisa unë vetëm spaken atë, unë vetëm dua mundësinë ja rrofshin nëse do e jepni. Nëse do ta jepni, ta transmetoni ta dikë popull, rrofshi. Këtë dua. E rëndësishme është shpresoj që ju t'ja dilni. Unë do kam shpresë se do ja dalë, se po luftoj për idealet mëdha, për idealet popullit, nuk po luftoj, as dua asnjë lek për vete. Me çfarë jetoni ju? Unë me pensionin që marr. Jeni të kënaqur? Po jo, unë se jam kënaqur, se jam unë pak, kënaqësia nuk vjen, kënaqësia s'ka fund me paradore, kush është ai që ngopet me lek. Po unë jam mësuar me pak, edhe s'dua të marr tjetër. Respekte, qofsh mirë. Shumë faleminderit. Shëndet e të mira. Rrofsh. Po e dha, du falenderoj shumë, se dha